الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تداشر جماعت vllazën shumë të nderuar dhe teje të respektuar, së bashku të gjithë I falenderohemi Allahut të Dhul Gjelal për mirësinë dhe begatinë e të udhëzuarit në rrugën e tij, që bim shahadet në këto troje dhe jetojmë me dinitet dhe të gjithë së bashku duke ja mësuar të bukurit e xhennet. Shumë salavate për njeriun e zemrave tona, për vullën e pejgamberisë, për dashamirin e njerëzisë, rahmeten lil alamin, të cilin Allahu Dhul Gjelal me 10 qindra epitete në Kur'an ja ka vënë Rasulullahit alayhi salatu wassalam. E për neve si popull më autoktoni mundshëm të trevat tona, është nder dhe respekt që na ka mundësua Allahu të jemi pjesëtar I ummetit tij. Edhe të njëjtën kohë kemi hise në thirrjen e tij, edhe të kemi hise në atë dashurin dhe dëshirën e tij për pasardhësit e tij, për pasardhësit e kauzës tij, për pasardhësit në namazën e tij, e ata pikrisht jemi ne. Edhe pse jemi larg në kohë, edhe pse jemi larg në kilometra, por dashurit tona për këtë pejgamber alayhi salatu wassalam motën pikrisht në zemrat tona. Tha Resulullahi alayhi salatu wassalam, jam përmallu për vllazërit e mi. Ata sahabët I thanë, ja Rasulallah, a nuk jemi na vllazërit e tu? Tha, ju jeni shokët e mi. A vllazërit e mi janë ata të cilët më kanë besu, pro kanë besu sikur ju, mirë po ata nuk e kanë pas fatin mu taku me mu. Nuk më kanë po me sy, por më kanë po me sytë e zemrës. Na e kena po pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam pikrisht me sytë e shpirtit, me sytë e zemrës. Edhe pleqt e pleqjive tonë ishin të bekuar, edhe ishim na me fat që jemi një pas tërni pa të atyre burrave dhe të atyre grave, të cilat ranë shahadet edhe na mundësun mu bo pjesë e kësaj dëshiret pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, më ka morë molli me I po vllazërit e mi, e me I po motrat e mia. Ana e dina se pejgamberi alayhi salatu wassalam as ka pos vllazën e as ka pos motra. Mirë po kush don me kon vëlla I Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, edhe me kon njëjtën kohë me pos Rasulullahi bija tona motrat ti, atëherë e kanë mundësin të ardhë besën që e kanë dhënë pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Këti dini, këti imani, populli dhe besimtarët tanë, neve duhet të realizojmë në përpikëri. Vllazën të dashur, Zoti thot në Kur'an, minel mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir وما بدلوا تبديلا. Në gjuhën shqipe, këtë citat kuranor, ky ajet I mrekullueshëm, thot Zoti, prej besimtarëve ka burra të cilët ja kanë dhënë besën Allahut, prej tyne ka që kanë kryer emanetin, e kanë përfunduar misionin. Mirë po ka prej tyne që presin me kry këtë emanet. Mirë po lidhja këtyne të gjallëve me ata që kanë ndalë në ahiret është në një pikë. Cila është ajo pikë? Wama bedelu tabdila, nuk e kanë ndrru, nuk e kanë tjetërsu, nuk e kanë ndryshu, por kanë qëndru konstant, kanë qenë besimtar. Edhe ne të dashurit e mi, pavarësisht provave, sfidave,
pengesave, misioni duhet vazhdoj. Kush që e uli robin e Zotit në tokë nuk ka, nëse Zoti robin e vetë ka ngritur në qiell. Nëse Allahu është me ty, krejt banorët e tokës mu bo kundrejt teje, e besa me të pengu, e dynjon me të ngushtu, leta deni madhe i vogël, plaka i ri, gru e fmi, krejt qka ko kjo shoqëri, se Allahu gjennetin ka me zgjeru. Kur e arrestun Sheikhul Islam Ibn Taymin, i cili ka ndru jetë në vitin 728 si mbas kalendarit hijri, tha mos menoni që muni më ngushtu dynjan, se dynjaja është shumë e vogël krahasim me xhennetin e Allahut. Kënaqësia, lezeti, mirësia, dashuria është në zemrën dhe në shpirtin tëm. Ju tha më izoloni për njerëzve, a nuk e dini, tha, që ma jep një mundësin me u konë me Zotin, që të unë thamë të lyp. Ju tha me leni pa hongër e pa pi, ju nuk e dini, tha, se une i agjerohem Allahot. Ju tha me pengoni, tha, ju nuk e dini se në pengesën tuaj me afrani me Zotin tim. Prandaj, të dashurit e mi, besimtari është gjithmonë krenar me dinit ti. Sepse nëse mërë ne bojmë një analizë na populli jonë, besimtarët tanë, shqiptarët tanë, e merë edhe e vënën në një kandar i cili është kandar i drejtësis, i paanshëm, i drejtësis për cilën shpirti dhe zamra jonë e kupton dhe e realizën. E vërenë se për çështjen tonë kombëtare, mas shumëti që kanë dhënë kontribut janë pikrisht hoxhallarët, janë pikrisht imamullarët tanë, të cilët sot janë më të atakuarit në këtë drejtim, janë më të penguarit në këtë drejtim. Madje çfarë situate vim na të dashurit e mi, kur bit e udbashave ja bojnë pyetje dietarëve dhe njerëzve që kanë sakrifikuar më shumë për këtë vatan, për këtë dinë, për këtë imam, me cilin flamur tha, nuk që këtë tha keni luftu. Mëre deri në këtë drejgje, deri këtë drejgje, ti mi a bërë gotën a i cili dënë ty me të asgjësu. Si popullë jonë ka dignitet, popullë jonë ka integritet, është integriteti më i madhi shpirtëror dhe emocional, a i cili nuk mundet me mujt epshin dhe egon e ti, edhe kajtën e ti, po flasë në zhargonin popullor, edhe kajtën e ti, nuk mundet të dashurit e mi me konë krenarën në tokën e ti. Sa do që mundohen me vënu nërkomza edhe me pengu, misioni nuk pengohet, sa e ka për Zotin, a i që e ka për Allahun, Allahu do të ngrit. Hajde të hedhëm një vështrim dy figurave kombëtare që i ka shqiptaria dhe krenohet. Madje komunizmi kur gjë nuk ka harxhu mjete dhe mundësi për me ndryshu rrjedhën e këtyre dy herojve të mëdhej që i ka kombi jonë e që janë të edukum pura në din dhe në imam, pura në islam dhe në Kur'an dhe në sunnet. O shumë është interesant, mundu 50 vjetë komunizmi mi vënu në rije. I pari për i këtyne të dashurit e mi që kur e lexoj historin edhe e kungu prej pleqëve tonë të bekum, prej atyne njerëzve që na kanë mësu historin, prej atyne njerëzve të cilët na e kalon emanet me akceptu dhe juve me u transmetu, sepse fatkeqësisht një pjesë e tyne nuk tregohet ç'është është. Pasha Allahin nuk spjegohet ç'është është. Ana tu konë gjallë që vete kena përjetu luftën e UÇK-s. E i shetë të dashurit e mi, tu të komplet realitet tjetër e shkruan, po nuk është mërë ky realitet, po nuk thuhet mërë kjo. Mërë mos i hedhë, hi syve sepse janë do sy të cilët nuk vërbohen kur ata në sytë e imamit. Të dashurit e mi, është një ngjarje e madhe në historinë e Islamit, para se me dal atu ku doshta me thonë, njëri prej sahabëve i ka thonë pejgamberit a.s. Bë dua që kur trupi jam mos më ron durt pa besimtarëve. Edhe duaja e pejgamberit a.s. është realizu fiks 70 vjetë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ky ka qenë shumë i ri, ky djali,
sahabi i pejgamberit a.s. Në një prej betejave ju është ngushtur rrethi, edhe ka lutë Allahun, ka thonë, unë jam shok i të dashni tani, ja Rasul, ja Allah. I kumbo hizmet pejgamberit tanë, mas leja që trupi jam me onë durt e njerëzve më të urrejtu në sytë tu, cilët i kanë vro pejgamber të tu, cilët e kanë ndryshu librat e shenjtë tu. O i madhi Zot, ka lutë Allahun. Edhe të dashurit e mi, mundësia rezistencës ka qenë e pamundshme, se ka qenë i grup shumë i vogël për ball armikut tyne. Edhe të dashurit e mi, deri në fund nuk ju ndorzu në atë shtetërrethim do ta quaja, edhe kanë mbet trupi i sahabijut i vramë. Kanë tentu, kanë thonë me 10-ra, 100-ra mija veç me am tërjek trupin që me quatin kralavinën e tyne. Edhe të dashurit e mi, Allahu Dhul Gjelal ju ka përgjigj duas pejgamberit ti, edhe ka qunë një vetëtim, e një bubullim, e një shi aq i madh, sa që nuk ka pos mundësi kur fare me hy në vijen e frontit dhe me tërjek trupin ati. Edhe ka ardh ujë i madh, një vërshim shumë i madh, sot e kësaj dite në histori nuk dihet trupi i këtij sahabit ku është. E ka marrë vërshimin. Ju ka përgjigj Allahu. Wallahi tu e lexu këtë ngjarje të këtij sahabit. Wallahi më kujtoj ke mësimi që më ka dhënë mësuesi jam Vesel Shabani, ku më kallëzoi për Azem Bejtën. Kur e kanë vrarë vitin 1924 Bajramu Kon, tash 102 vjet. Që ju ka thonë shokëve për izat Zotit trupin kam, mos ja lani zhuponit më maqun kralevin Beligradit. Edhe që kanë marrë shokët kra pas kraje kanë bërë e në shpellën e Përçevës, gatunim Përçevë. 75 metra në shpellë thellë e kanë qunë në tokë. Mas 70 vjetë e kanë nxjerrë burrat dhe kanë varros trupin e rahmetlis herojit tonë kombëtar Azem Bejtës. Mirë po është një detaj që pak, ose pak po heq, kërko nuk shkruan, nuk shkruan. Azem Bejta, para se me dhon shpirt, i vjen lajmi se në këtë ditë gruan e kinër ditë të lindjes, se Judina i ka pas 2 gra, ka pas shote Galicën edhe ka pas edhe një gru tjetër. Edhe të dashurit e mi, Elena Manet, thot, të ma folë Zotit djallë, ma përtrin emnin tem, Azem. Po nëse është vojzë, ja len emnin Azemine. Edhe të dashurit e mi, ka lindë vojzë, por edhe vojza nuk është trashëgu fëmijë s'ka pas. 70 vjetë ka jetu, pa babën e saj, edhe të dashurit e mi, varin e kanë zbashkës sot në Galicë, afër pranë njëri tjetrit. E këto më kujtu, qëre, a pesheni misioni që që bashka njerëz, këtu ka thonë, mos ma leni trupin, më ma kish përdor ata, a i tjetëri para 1400 vjetë, të e njëjta vi, e njëjta kërkes. Pse? Misioni vazhdan. Sa do që munduan ta nënçmojnë, si ku ishte rasti për djetarin e shqiptaris, Trimin e Burnis, se mos me kom me njoft vetë, personalisht, është diçka tjetër, po e nja, hoxhen, e bekum shqiptaris. Edhe nuk është rastisht më koni Shkupit. A e dini pse? Sepse Shkupi 500 vjet ka qenë kryeqytet i vilajetit Kosovës në Parandorinë Osmane. 500 vjet. Edhe nuk i qenë zote rastisht burrat, madje edhe për katune dhe për shereve. Nuk i qenë rastisht. Gjithçka kanë porosi. Është porosi hyjnore për Allahut. Por të dashurit e mi, këto kur dikush mundohet me të vënu nën grada, ai nuk e din se Allahu që është në biton, ai veç të shton gradat. Me rana dallavere, ka mujt para 50 vjetë që shta kanë rajt neve, ishin orë dë pupa, prej muske, ishin vesh si hëgjallar, ishin shku në Prizren, e tjetëri i shku në Laush, a tjetëri i shku atje në Cernush, a tjetëri i shku atje, i kam mësu popullin rajshëm, i kanë rajt,
E kur s'dole, kush ka thonë ty, ja ke pote, ja ka punë shoki jemi. A i shoki me bobën vetin taku atje. Këtë janë pralla hanë qeni arra. Ka kaluaj vakt. Na ta shemi kohën e teknologjisë. Na e na ta shin kohën, kur mos mu po, unë plot vllazën, mërgëmtar, kur si kum po, dhe kur s'um kam po live, po më ndojnë këtu e pej Amerike, pej Zelandës të Re, në Kanadë, atje në Australi. Pse? Mundësia në Facebook, në YouTube, në TikTok, Mërtok, ku ta diune të dashurit e mi, mundësia është e artë se na lidhëm me iman. E qashtu në mënua për shabon për luzhën të dashurit e mi. 45 vjetë në shkolla kam mësu kundër ti. Mirë po kur largu sistemi edhe zullumqare e pa besimtari për këtore trujeve tona, kush dojnë në shesh, shqiptarit sot kanë e dënë. Ku e gjenë frymëzimin? Të kush e gjenë frymëzimin? Ata i cili e kanë mësu në për shkolla 45 vjetë kundër ti, apo ata i cili ka flejt tamam puna e ti në shpirt edhe zemrën e ti. Kjo montet me iman. Prandaj investoni imanin e juj. Investoni imanin tuaj. Duni dietarët e juj. Mbroni ata me dua, me lutje. Respektoni ata, nderoni ata, se Allahu është i madh. Allahu është i madh. Prandaj na ka nderu, edhe na ka respektu, edhe na ka nderu. Prandaj le të dinë të gjithë, edhe ata që janë në hyqëmet, edhe ata që nuk janë në hyqëmet, se shqiptari nuk mundën me dashur më shumë se na, cilët i bim sejdë Allahut Dhul Xhelal. Këto e kena të dëshmume, edhe të evidentume me veprat tona. Njerëz më patësor, më të dashtëm, më të afërt, më sakrifikus për dinë e për iman, për vatan, e për shtet, e për dinitet, e për bereqet, e për xhennet, vallahi s'ke më mujt me gjetë as të lëpsh me pish e as me qire. Zoti dhe mas mirëti, ati ku shumë falë. Faleminderit shumë, mos e harroni misionin. Behuni argat misionit dinit islam. Do t'ja shahojrin edhe shqiptaria, edhe toleranca, edhe mirë kuptimi ndërfetar, edhe biseda e mirë, edhe mirësia. Udhëzimi është në dorë të Allahut, nuk është në dorën tonë. Në dorë tonë është veshnja, me fol mirë edhe musil mirë. Allahu na i muft, ja Rabbel Alamin. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Walhamdulillah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Para se me përfundu, prej të honës e deri në tajten ka kurs në xhamin ton, vinë prej Bashkisë Islame me i mësu fëmijët e vegjël. E janë sjellni fëmin vllazën të dashur, pa tjetër e kena odën nalt ku do të zhvillohet mësim besimi. Kërkesa e dytë, vllazën të dashur, është me bë dua për një lokë e cila kama është amputu për shkak smundjes së diabetit. Allahu ja lehtësoft, Allahu shëroft, Allahu ndihmoft, Allahu e udhëzoft, Allahu Dhul Xhelal dhimbjet ja prapoft, ja Rabbel Alamin. E treta një dua për një vëlla tonin i cili është mosha e tij shumë e re, tykon 17-18 vjet, për shkak keq vozitjes me motor, është në gjendje kome. Është godit koka e tij, është rrëzu, është rrotullu, është sakatu. E Allah e pas në dorë, mi gjajtim thirri, për i zatë Zotit thahush, bëni dua, po i lutë në Allahu, gjelle gjelaluhu, që me aletësu, edhe me këthjelu, edhe me zgju, edhe me shpetu. Ju bëj apel, trive sidomos, po edhe baballarëve, po edhe axhallarëve, mos japni për maturat fëmijëve 13, 14, 17, 18, moni për i zatë Zotit. Se jeni të i myt me durët e juja. E Allah i Dhul Xhelal ka më na marr në përgjithësi për këtë mos interesim në edukimin dhe sjelljen e tyre. Allah i mbroft e na lehtësoft ya Rabbel Alamin. Thot Zoti në Kur'an: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u shqetësoni, mos u mërzitni, mos e nini veten të likshtum, mos e nini veten të anashkalum,
veç bëhu besimtar, ti do të jesh më i lartë i mundshëm, ja Rabbi, Allahu na lehtësoft. Para se me thirr ikametin, unë këtu pesha hoxhën kujtim ademin, mas shtyllës tash pesha prej këtij pozicioni, mirë se ka ardhur imam në xhami, në një prej xhamive në Bon atje në Gjermani, kemi kry shkollën bashk, edhe në Medinë, edhe medresën këtu në Prishtinë. Zoti ka dhënë zon këtij, thuti artoni u të kënu, a e ka mësu artoni pe kujtimit, a ju ka plëcu këtyne dëshira që ta përngjasojnë sudesin imamin e qobës, e ta që shala këtë del e falë namazin e gjumos, e Allah i këto e rujt, edhe shumë është interesant se kanë me thonë gjemoti artonin e ka falë, ose hoxha kujtim e zonën e ka thirë. Të dytë e kanë në një vi, në një melës, në një melodi, në një mundësi, pra ndaj Allahu i rujt e i gëzov këta e qofshit bekum, ja Rabbel Alemin. Thera i kametin, artan, hoxha kujtim, hajde falna forzën e gjumos, e qofshit bekum, o vëlla, se kam respekt e nder për ty njerëz zakonisht, Allahu i gëzoft.